Një nga investimet më të rëndësishme infrastrukturore në Bashkinë Selenic po shkon drejt përfundimit. Punimet për rrugën e Shullërit janë në fazën finale, duke i dhënë fund një prej kërkesave më të hershme të banorëve të kësaj krajine. Ky investim, i realizuar nga Bashkia Selenic, pritet të ndryshojë ndjeshëm jetën e komunitetit, duke e përmirësuar lëvizjen e banorëve, lidhjen mes fshatrave, si dhe aksesin e disa prej zonave me potencial të madh natyror, historik dhe turistik. Rruga e Shullërit nuk është thjesht një segment i ri rrugor, ajo përfaqëson një investim me ndikim afatgjatë në zhvillimin ekonomik dhe social të krajinës. Përmes saj, do të lehtësohet qarkullimi i banorëve, transporti i produkteve bujqësore dhe blegtorale, si dhe do të krijohen mundësi të reja për zhvillimin e turizmit dhe të bizneseve. Banorët e kanë konsideruar prej vitesh ndërtimin e kësaj rruge si një domosdoshmëri. Vështirësitë në lëvizje kanë qenë një pengesë për zhvillimin e zonës, ndërsa përfundimi i këtij investimi pritet të sjellë më shumë akses dhe një cilësi më të mirë jetese për çdo familje. Shumë shpejt rruga do të jetë në funksion të plotë, jo vetëm për banorët e zonës, por edhe për vizitorët, të cilët dëshirojnë të zbulojnë bukuritë natyrore dhe historike të krajinës së Shullërit. Kjo zonë ka një potencial të jashtëzakonshëm për turizmin malor, natyror dhe kulturor, ndërsa përmirësimi i infrastrukturës është një hap i rëndësishëm drejt shfrytëzimit të këtyre vlerave. Krajina e Shullërit, ku bëjnë pjesë fshatrat Velç, Ramic, Malas, Matogjin, Bashaj, Bodër dhe Vërmik, është një nga trevat më të pasura të Bashkisë Selenic. Natyra i ka falur kësaj zone gjithçka: male, pyje të dendur, kullota, burime ujore, peizazhe të ralla dhe një histori të pasur që ruhet brez pas brezi. Përfundimi i rrugës krijon kushte më të mira që këto pasuri të bëhen më të aksesueshme dhe më të njohura për vizitorët, duke nxitur investime të reja dhe duke mbështetur ekonominë vendase. Ky investim dëshmon se si zhvillimi i zonave rurale nis nga infrastruktura. Shumë shpejt, kjo rrugë do të jetë në shërbim të banorëve, bizneseve dhe çdo vizitori i cili zgjedh të njohë nga afër bukuritë, historinë dhe potencialin e jashtëzakonshëm të krajinës së Shullërit.